çfarë ndodh kur dy yje të showbizit bashkohen në një lidhje të ngushtë? Limi dhe Dolce, dy emra të njohur në botën e muzikës, po e tregojnë këtë me çdo moment që ndajnë së bashku, në një periudhë ku dashuria dhe intimiteti janë në qendër të vëmendjes. Ky çift po na ofron një spektakël të vërtet emocional. Gjatë ditëve të fundit, Limi dhe Dolce kanë ndarë disa momente të veçanta që kanë tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave. Të dy artistët janë parë duke kaluar kohë së bashku, duke shijuar çdo çast të kësaj lidhjeje të re dhe emocionuese. Një nga momentet më të veçanta është fërkimi i këmbëve, një veprim që tregon afërsinë e tyre. Intimiteti i tyre nuk ndalet këtu. Në një video të publikuar së fundmi, ata shihen duke u pastruar së bashku në dush, një skenë që ka ngjallur shumë reagime nga ndjekësit e tyre. Kjo tregon se lidhja e tyre është më shumë se thjesht një romancë, është një bashkëpunim i vërtet në çdo aspekt të jetës së përditshme. Momente të tjera intime, si puthjet dhe përkëdheljet, janë bërë pjesë e rutinës së tyre. Këto veprime të vogla, por të rëndësishme, tregojnë se ata janë të angazhuar për të ndarë çdo çast me njëri tjetrin. Dashuria e tyre duket se po forcohet çdo ditë, duke krijuar një lidhje të thellë dhe të sinqertë. Por çfarë e bën këtë lidhje kaq të veçantë? Një nga faktorët kryesor është mënyra se si ata mbështesin njëri tjetrin në karrierat e tyre. Të dy artistët janë të njohur për talentin e tyre dhe duket se ky sukses i përbashkët i jep forcë lidhjes së tyre. Ata janë partnerë në çdo aspekt, duke ndihmuar njëri tjetrin të arrijnë majat e suksesit. Një tjetër aspekt interesant është se si fansat e tyre reagojnë ndaj kësaj lidhjeje. Të dy artistët kanë një bazë të madhe ndjekësish, dhe shumë prej tyre janë të emocionuar për këtë lidhje. Komentet pozitive dhe mbështetja e fansave janë një dëshmi e dashurisë që ata ndajnë, duke e bërë këtë çift edhe më tërheqës për publikun.